çdo parcel do ketë persona përgjegjës. Persona përgjegjës nga policia e shtetit, nga komuniteti, nga agjencitë e tjera ligjzbatuese, ku edhe shërbimi informativ kombëtar do të luajë pa diskutim rolin e vet. Për ta shkatërruar në gjenezë çdo përpjekje për lartësimin deri mbi hijen time të bimëve, do të përgjigjen me kokën e tyre nëse parcelat do të konstatohen të mbjella dhe droga do të jetë kultivuar në këto parcela. Do të jetë një çështje e prokurorisë dhe gjykatës nëse fakti që ata nuk dhanë informacion vinte nga padjenia apo nga bashkëpunimi me kriminalet. Shqipëria nuk është një territor pafund, është një vend i vogël dhe sot policia e shtetit ka një kapacitet maksimal për ta kontrolluar të territor, siç tha ministri i Brendshëm, metër për metër e centimetër për centimetër katror. Dhe në shërbim të këtij operacioni, policia e shtetit do të ketë shërbimet inteligjente, të gjitha shërbimet inteligjente, përfshirë dhe shërbimi inteligjent të ushtrisë, do të ketë patjetër edhe gjithë strukturat e tjera të bujqësisë, të mjedisit, të shëndetësisë, pushtetit vendor e kështu me radhë. Kjo është një betejë që ne tani më i kemi të gjitha letrat në rregull për ta fituar plotësisht.